Klima e biznesit në Shqipëri është përkeqësuar gjatë 2013-s. Ky ka qenë rezultati i nxjerrë pas një anketimi të realizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Gjermane. Presidentja e këtij institucioni, Andrea Gebeken, shprehet se kjo anketë është bërë në 16 vende të rajonit dhe Shqipëria renditet në vendin e fundit si destinacion investimesh. Ndërmarrjet gjermane në Shqipëri perceptojnë se ka një përkeqësim të klimës së biznesit në vendin tuaj dhe kjo ka ardhur më tepër si pasojë imazhit të keq të krijuar për Shqipërinë. Cilat janë detyrat më urgjente? Ato janë zbatimi i ligjeve, zhvillimi i infrastrukturës, furnizimi me energji elektrike, përmirësimi i sektorit të ujësillës kanalizimeve, largimi dhe trajtimi i mbetjeve si dhe investime në arsimin profesional. Presidentja e Dhomës Gjermane të Tregtisë dhe Industrisë ndër të tjera shpjegon se disa nga faktorët që kanë ulur vlerësimet për vendin tonë si destinacion investimesh janë. Në vlerësimin e kushteve të vendit si destinacion investimesh, kompanitë e pyetura vazhdojnë të shohin nevojën për përmirësim të dukshëm. Rezultati më të keq merr faktori korrupsion dhe kriminalitet. 55% e të anketuarve shprehen se janë shumë të pakënaqur me luftën ndaj korrupsionit dhe kriminalitetit. 52% e kompanive të pyetura janë të pakënaqura me administratën publike dhe kërkojnë që procedurat në administratën publike të jenë më transparente. 48% janë të pakënaqur me parashikueshmërinë e politikave ekonomike. Ndërkohë, për sa i përket debatit për sistemin e taksimit, biznesi gjerman vlerëson taksën e sheshtë, por kërkon më tepër drejtësi nga ana e administratës tatimore. Në anketim në të gjithë vendet e rajonit morën pjesë gjithsej 1623 kompani, nga të cilat 33 kompani ishin nga Shqipëria.